Nga koalicioni Vlen sot kanë akuzuar se regjistrimi i popullsisë në vitin 2021 u shit dhe se BDI preu në pesë shqiptarët. Sipas Blerim Sejdiut, të dhënat flasin vet, nga se në fshatrat me shumicë shqiptare si Gërçeci në regjistrimin e fundit janë regjistruar vetëm 36 banor, ndërsa në Reqic figurojnë vetëm 1653 banor. Këto shifra nuk janë gabime të rastësishme, por rezultati një pazari të qëllimshëm politik, akuzuan nga koalicioni Vlen. Pyesim publikisht, si është e mundur që në Reqic të vogël regjistrimi të numëroj vetëm 1653 shqiptar mbi 18 vjeç, ndërsa në zgjedhjet të dalin mbi 2400 votues për parti shqiptare. Pyesim po ashtu, si është e mundur që në Zhelin të ketë mbi 3400 banor, ndërsa mbi 4100 votues. Si është e mundur që në fshatin Strimnic të ketë 1900 banor dhe mbi 2600 votues. Dhe kjo gjendje vazhdon edhe në shumë fshatra tjerë. Dhe si në çdo skemë mashtrimi, në fund u shtua dhe qershia mbi tort një kategori fantazmë, personat për cilat dhënat janë marrë nga burime administrative. Kjo kategori nuk ekziston në asnjë ligj, por prodhoi mbi 132.000 banor të panjohur, shumica Maqedonas, ndërsa shqiptarët e diasporës u zhdukën qëllimisht nga numrat. Dhe në fund, gjykata kushtetuese para 2 ditësh erëzoi këtë mashtrim të ligjshëm, duke shpallur antikushtetues ndarjen rezident-jo rezident. Kjo është fitore e së vërtetës dhe dënim moral për tradhtarët e interesit kombëtar. Dhe ne në Vlen nuk bëjmë kalkulime me popullin ton. Ne nuk frikohemi nga mërgata, përkundrazi, jemi zëri i saj. Ne nuk njohim shqiptar të mirë e të padëshiruar sipas interesit të pushtetit. Çdo shqiptar ka vend në vendimarrje. Ne nuk do të ndalemi derisa kjo padrejtësi të korrigjohet me riregjistrim të diasporës, me përfshirje të saj në çdo mekanizëm përfaqësimi. Regjistrimi i vitit 2021 nuk ishte dështim, ishte tradhti.